Është zhvilluar seancë ku ishin parapar të jepen fjalët përfundimtare për vrasjen e 3 fisht të vitit 2021 në Glogjan të Deçanit. Për këtë akuzohen Kastriot dhe Kreshnik dhe Halil Mehmetaj. Sipas aktakuzës së prokurorisë themelore në Pejë, 3 të pandehurit me datën 26 nëntor të vitit 2021, rreth orës 18:58 minuta në fshatin Glogjan, të shtyr nga hakmarrja e paskrupull të privojnë nga jeta 3 persona, 2 prej tyre të cilët ishin fëmijë. Në aktakuzë thuhet se duke e ditur kohën e saktë arritjes së autobusit Erblini nga Gjakova në drejtimin e Glogjanit në tunin e fundit, ata i dalin në prit. Pas ndaljes autobusit, i pandehuri Kastrioti merr pushkën dhe në distancë prej rreth 6 metrash, kthehet në drejtimin e autobusit dhe merr shënjesër shoferin e autobusit, tani të ndjerin me inicialet G.G dhe godet për vdekje, po ashtu godet për vdekje edhe një person tjetër L.H 17 vjeçar e po ashtu G.M 17 vjeçare, si dhe i shkakton lëndime të rënda trupore një personi me inicialet F.T.